Besoj se e keni parë që flamurin ton kanë dash me ndru me një flamur tjetër që në Amerikë i dhanë përgjigje shumë fort me datë 5 nëntor. Me flamurin e LGBT-s. Territorin ja kemi dhënë një pjesë Italisë edhe në Seman, do japim pjesën tjetër, duan sjellin emigrant afrikan lezhë, përgjithsisht njerëz botës tretë që kanë bërë dhe krime atje. Natyrisht që këtu vazhdojmë atë konceptin e shpopullimit dhe ripopullimit. Pra të përzejmë shqiptarët nga Shqipëria dhe ta ripopullojmë Shqipërinë me njerëz që do vinë nga bota e tretë. Gjermania ka bërë këtë eksperiment kur i mori ata dhe e hapi vetëm për një natë kampin, ndodhen 49 përdhunime. Një ndër ta ishte edhe i policia gjermane. Imagjino se çfarë do ndodhë në Shqipëri. Pra ky është plani Edi Ramës, nuk është plan turizmi, është plan për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Pjesa e tretë ka të bëjë pikërisht me popullsinë. A besoni ju me të vërtetë që në Shqipëri jetojnë 2.400.000 banor? Kur kemi parasysh që familja shqiptare është e ndarë për gjysmë, data 11 maj nuk janë zgjedhje të zakonshme, janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ka vetëm 2 gjini, mashkull dhe femër. E tha dhe presidenti Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ta bëjmë dhe neve me datë 11. Po si do ta bëjmë ne? I kemi dorëzuar doktor Berishës një dokument të kostuar me specialistët më të mirë se si ne jo do ta ripopullojmë Shqipërinë. Kujdes, jo ripopullim, riaktësim. Riaktësimin e shqiptarëve dhe i kemi kërkuar doktor Berishës dhe ai do ta miratojë Ministrinë e Familjes si një ministri kujdestare me shembullin hungarez, polak dhe grek që të vinë në Shqipëri dhe ta bëjmë Shqipërinë edhe një herë ashtu siç ka qenë. Jo për me shku në 2040 me 800.000 banor, por për ta çuar Shqipërinë me mbi 3 milion banor. Ky është zotimi që ne marrim me 11 maj.